Rikthehemi sërish në studio, në pjesën e tretë të MCN Informacion, do të flasim sot për letërsinë. Do të flasim fakt për libra që na duhen këtë verë. Jemi para verës, pushimeve dhe duket se trendi i verës dhe i pushimeve sjell edhe dëshirën më të madhe për të lexuar. Me mua në studio është bashkuar Ida Baro, botuese. Zonja Ida, faleminderit që je me mua. Faleminderit, kënaqësi. Para se të flasim për sugjerimet tuaja edhe për rekomandimet e librave që duhet lexojmë këtë verë, duhet ndalem pak fillimisht edhe tek panajiri që u mbajt në Prishtinë, është mbyllur ditën e djeshme apo jo? Po, nga data 11 deri në 15 qershor u mbajt panajiri i Prishtinës, është viti 25, në fakt, ishte një vit jubilar dhe u mbajt po sërish në Pallatin e Rinis, aty ku mbajt prej vitesh tashmë. Aty ka botues nga Shqipëria, ka botues nga Kosova dhe është një fest shumë e bukur sepse na bashkon këtej dhe andej kufive. Ka shumë... Çfarë kishte ndryshe si vjet në këtë edicion? Në fakt, ishte ndryshe, po jo për mirë, me thënë të drejtën, sepse pjesëmarrja e vizitorëve ishte shumë e pakës sa vitet e tjera, gjë që nënkupton që leximi ka filluar të bjerë, ka filluar të bjerë interesimi për librin, ka filluar, ndoshta është dhe kjo periudha pak para plazhit, një pjesë e tyre kishin filluar pushimet, shkollat po ashtu nuk ishin në përfundime sipër, dhe ishte pak e zbrazët, dhe kjo gjendje në fakt nuk na gëzoi dhe na la një shije trishtimi, me thënë drejtën. Ndërkohë që ata që vinin lexues të vegjël apo dhe lexues të përhershëm, sidomos unë kam që nga 2 viti 2014 që e ndjek panajirin e Prishtinës, që shkoj për vit, dhe fakti që vinë të një lexues të ndryshëm ose edhe të njëjtit lexues që ne kemi dhënë sugjerime të vitet e mëparshme dhe kërkojnë sërish libra të botimeve Pegi me sugjerime tona, na gëzon jashtë mase, sepse si thua kemi krijuar një farë lexuesish besnik, dhe kjo në një farë mënyrë e ekuilibron atë trishtimin e mungesës së vizitorëve të tjerë. Shpresoj që të rritet interesi, domethënë për të arritur interesin dhe për ata që na ndjekin, japim disa sugjerime çfarë duhet lexojmë në verë, se gjatë verës duket sikur njerëzit e kanë dëshirën më shumë për të lexuar. Duket, e drejt kjo. Në fakt preferojnë gjërat të lehta, gjërat thjeshta, gjëra që nuk i angazhojnë shumë mëndërisht, edhe unë do ta filloja pikërisht nga një libër shumë interesant i këndshëm, siç është jo thjesht rastësi, ai është pjesë e koleksionit Fluturzat, i cili është krijuar enkas për këto leximet e verës, leximet që janë të këndshme, komedi romantike, që histori dashurie me një fund të lumtur, themi, që është ajo tipari klasik i librave të verës, që domosdoshmërisht çdo shpërbotues e duhet i ketë. Jo thjesht rastësi, është një histori e këndshme dashurie që lind rastësisht në një avion, një rastësisht avioni bie, rastësisht këta dy, një vajzë dhe një djalë janë të ulur bashkë dhe rastësit në jetën e tyre që i takojnë në vende të ndryshme dhe në momente të ndryshme të jetës, sikur bëhen më të shpeshta dhe jo të gjitha janë thjesht rastësi. Kuptohet që vajza është studente, djali është duke shkuar për të futur tek marinsat dhe jeta kuptohet i ka drejtime të ndara. Por vazhdimisht takohen edhe kur janë shumë më të rritur, në moshën 30 vjeçare, tashmë ajo është një vajzë e suksesshme, pjesë e një delegacioni amerikan që shkon në Afganistan, dhe ai është marins. Dhe ja kur rastësia bëhet sërish e pranishme, ai do të bëjë ç'është e mundur që ta mbrojë nga të gjitha problemet, nga të gjitha vështirësitë që ka aty dhe ne duke e parë edhe në foto. Dhe patjetër që historia vazhdon, domethënë pa u ndërprer, me gjithë gritësiet, grindjet, tekat e njërit apo të tjetrit. Përfshihet, domethënë na jepet edhe një sfond i luftës Afganistanit dhe
por mbi të gjitha është fakti që dashuria triumfon. Triumfon, dhe ky është një libër që duhet të lexohet në mund të lexohet, është ai libri i plazhit, është libri i plazhit klasik. Është shumë i këndshëm sepse ka shumë batuta, ka shumë humor, shkëmbimet me njëri tjetrin. Një lexim tjetër, një libër tjetër shumë i rëndësishëm, të cilin ne sapo e kemi botuar, është Tokë e thyer. Tokë e thyer është një libër, një roman shumë shakespearian, do ta cilësoja, sepse historia rrëfehet nga 3 personazhe të ndryshme, krijohet një trekëndësh dashurie që kanë shumë të papritura mes tyre. Është Beti në qendër të romanit, një vajzë që dashurohet me Gabrielin kur është 15 vjeç, por që jeta kuptohet i ndan, dhe më vonë Beti martohet me Frenkun, i cili bën çdo gjë për ta përmbushur, për ta bërë sa më të lumtur. Por Gabrieli rikthehet në jetën e tyre dhe do të ndodhin gjëra shumë të pakëndshme, do të ndodhin shumë tragjedi. Ka ndodhur dhe një tragjedi pak më përpara dhe kthesat që do të marrin jeta e këtyre njerëzve janë shumë të befasishme dhe ndonjëherë duken sikur nuk ka shpëtim. Por e them shakespeariane sepse mënyra se si e ka shkruar ajo është shumë tërheqëse, Claire Leslie Hall, është shumë tërheqëse dhe të mban gjatë gjithë kohës pezull. Aty ku ti mendon që ky libër nuk ka më të papritura, aty del diçka tjetër. Dhe gjithmonë është fakti, domethënë, a i kthehemi ne dashurisë së parë, po me atë intensitet që e kemi jetuar dikur, apo i kthehemi sepse na kanë ngelur ca pengje, apo e kemi te kaluar si gjendje, si dashuri dhe është një dashuri tjetër që na ka goditur, një dashuri tjetër edhe më e madhe. Dhe pse duhet patjetër që dashuria e parë tjetë ajo më e paharrueshmja? Do me thënë të lindin pyetje dhe... Pra, në thelb është romanca, ajo që i tërheq më shumë lexuesit gjatë verës. Patjetër, është gjithmonë romanca, historitë. Duhet thënë edhe një gjë tjetër, që në Shqipëri, pjesa më e madhe e lexuesve janë gra dhe vajza. Burrat lexojnë më pak, ata që lexojnë letërsi filozofike. Pikërisht, ka një titull tjetër, një libër tjetër që sugjeroni, përveç kësaj romancës soft? Po, do të sugjeroja... Që vlen të lexohet? 2 klasik, ne i kemi ribotuar, për fat të mirë kemi marrë të drejtën e përkthimeve të Vedat Kokonës, dhe kemi risjell tashmë Ana Kareninën, vëllimin e parë, dhe Sagën e Forsythëve të John Goldsworthit, vëllimin e parë po ashtu. Janë 2 libra klasik, janë histori që rrëfejnë jo vetëm për një personazhe të caktuar, apo për, themi, një histori të caktuar, por rrëfejnë një epokë. Leon Tolstoj, tek Ana Karenina, kush e ka parë filmin, kush e ka lexuar, besoj që shumë prej nesh e kanë lexuar librin edhe në fëmijëri, por unë realisht kur e rilexova, sepse e kisha lexuar adoleshente, kur e rilexova tani, duke bërë redaktimin, shoh një tjetër libër, sepse rilexime, sidomos të klasikëve dhe në mosha të ndryshme, na ndihmojnë të kuptojmë ato gjëra që nuk e kemi kuptuar më përpara, ose të shohim një kuadër më të gjerë, një më të plot të asaj të atij romani. Ai nuk na rrëfen vetëm historinë e dashurisë së Anës me Vronskin, apo marrëdhënien e vështirë të Anës me të shoqin, por na rrëfen një strukturë të tërë të hierarkisë së aristokracisë ruse, të jetës ruse, që nga muzhikët, që nga mënyrën se si ata e shohin jetën, dhe deri tek aristokracia e lartë. Po ashtu të John Goldsworthy, Sagën e Forsythëve ka qenë një nga librat gjatë kohës së komunizmit, ka qenë një nga librat që qarkullonte më shpesh në përduart e lexuesve, pavarësisht se ka qenë me 3 vëllime, 2 vëllimet e tjera do të vinë më pas, por më ka ngelur një shprehje për te historisë që rrëfehet aty, Forsythët cilët janë? Janë ajo shtres që kanë filluar, duke thënë, e kanë filluar nga zeroja, por janë bërë të pasur, janë borgjezët e rinj, të cilët ushqejnë veten me idenë që përderisa unë kam para, mund të blej çdo gjë, mund të blej artin, dhe kjo është gjë e mirë në një farë mënyrë sepse ndihmon dhe artistin, por mund të blej edhe shpirtin e njeriut.
Dhe ky është, mendoj që është një nga librat që do duhet të lexoheshin sepse klasikët lexohen edhe në verë. Lexohen të rilexohen. Patjetër. Klasikët. Po, përveç, për shembull, kur kemi sugjerime sigurisht nga persona cilët kanë sugjerimet e duhura për libra, çfarë duhet ketë parasysh një lexues kur drejtohet drejt një librerie për të blerë një libër? Çfarë përzgjedhje të bëjë ai? Pra çfarë duhet ketë parasysh që të bëjë një përzgjedhje të mirë për verë? E para do t'i referohet shijes së tij personale. Pra në qoftë se një njeri, një lexues preferon romancat, nuk ka pse të marrë një letërsi, një roman historik, sepse nuk do t'i pëlqej. Kështu që e para është kjo. E dyta, do ishte mirë që në për librari, ashtu si që bëjmë dhe ne në për panajiret, që jemi punonjësi, do me thënë redaktorët edhe të shpive botuse që e njohin librin, të japin sugjerimin e duhur, do duhet që edhe në për librari të kishtin persona që i lexojnë librat, pra punonjësit e librarive, librarët vetë, pra të këshillues, të kenë lexues dhe të dinë, do me thënë, ta kuptojnë çfarë shije ka lexuesi dhe të sugjerojnë leximin e duhur. Por përgjithsisht besoj që kur shkojnë në librari, ata që shkojnë në librari e kanë të qartë, do me thënë, se çfarë duan. Është e vështirë të japësh sugjerime për libra? Është shumë e vështirë, sepse mund të gabosh. Mund të gabosh tek sidomos një lexues që mund të japësh një libër që atij nuk i pëlqen, rreziku që ta humbasësh është shumë i lehtë. Sidomos me të vegjëlit edhe me të rinjt, që janë nuk e kanë shumë qef leximin. Pjesa më e madhe tani kanë filluar të lexojnë dhe në anglisht, kështu që duhet një vëmendje shumë e madhe për t'ju dhënë atë që ju pëlqen atyre, ti njohësh mirë, dhe këtë mund ta bëjnë mësuesit, mund ta bëjnë prindrit, duke filluar, domethënë, që nga shkolla, se të thuash, për ndryshe kur vjen ai vetë edhe në librari dhe mund pash për shembull në panajirin e Prishtinës, edhe këtu në Tiranë, i lënë fëmijët të lirë të zgjedhin. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse ato që kemi lexuar ne kur kemi qenë të vegjël, ndoshta atyre nuk ju pëlqejnë më. Kapitenin 15 vjeçar apo Robinson Crusoe, nuk besoj se kanë qef t'i lexojnë për shembull, por do zgjedhin Jeronim Stiltonin, do zgjedhin Kitin, do zgjedhin pra libra që i flasin moshës së tyre dhe se me këtë rast dam edhe disa sugjerime për fëmijët, po patjetër. Janë ata cilët duhet të lexojnë akoma më shumë. Librin Jeta e shkurtër Luka Santanës, është përkthimi im më i fundit, ka dalë në panajirin e nëntorit. Kam pasur një përvojë shumë të bukur me këtë libër, sepse i shkruar nga Elvira Dones, që është autore shqiptare dhe por shkruan në italisht, ishte hera e parë që autori më kontrollonte në një farë mënyre, sepse zakonisht, duke qenë se nuk e njohin gjuhën, nuk kanë se si, dhe ka qenë e bukur sepse në shkëmbimet tona me Elvirën më sugjeronte thënie të ndryshme, ose fjalë të ndryshme, ose struktura fjalisht të ndryshme që në një farë mënyre asaj tingëllonin më në sintoni me atë që është ajo. Dhe kjo ishte e vështirë, që të futesh në lëkurën e autores. Dhe me atë që ajo ka dashur të thotë me ato fjalë. Edhe të futesh në lëkurën e autores. Nuk jemi asnjëherë njësoj. Edhe brenda vetes ne jemi shpesh jemi të ndryshëm. Ky është një libër që do ta sugjeroja sidomos për të rinjt. Është një libër që na flet për Luka Santanën, i cili është një djalosh 19 vjeçar, është shumë i ri, është pjesë e bandave në Teksas, por ka vendosur që të ndryshojë jetë. Ka njohur Beatrisin, është dashuruar me atë, dhe të dy bashk po thurin plane për të larguar nga Teksasi dhe për të rifilluar një jetë të re larg këtij llumi, larg këtij bataku në cilin ata janë dhe i tërheq për t'i mbytur ditë për ditë. Për fatin e keq të Lukasit, banda ku ai merr pjesë kryen një masakër dhe ai është i vetmi që kapet nga policia. Dhe sepse të tjerët janë arratisur, Lukasi që nuk kishte marrë pjesë, dënohet, futet në burg dhe dënohet me vdekje. Dhe 10 vjetët e fundit, nga 10 deri në 29 vjeç, Lukasi i kalon në bllokun e vdekjes,
sepse në Amerikë ekziston një ligj që quhet ligji i bandave, i cili dënon çdo që është pjesëtar i bandës, ka qenë apo s'ka qenë i pranishëm. Është një histori shumë e bukur për të rinjt, mbi të gjitha them sepse jepet fëmijëria e Lukasit. Sa ndikon fëmijëria në individin që do të bëhet nesër, në të riun që do të bëhet nesër. Lukasi ka qenë në fëmijëri, ka qenë një djalë shumë i ndrojtur, me një baba të dhunshëm, të alkoolizuar, me një nënë që nuk kishte fuqi që ta mbronte, pavarësisht dashurisë së madhe që i ka dhënë Lukasit, dhe Lukasi është shumë i brisht. Dhe në këtë brishtësinë e vet gjen mbështetje tek Blake Morales, shoku i tij, ose kapobanda i mëpasshëm. Dhe do të jetë mirënjohës këtij personazhi kaq të errët për gjatë gjithë kohës. Dhe ai nuk e beson, edhe kur është brenda në burg, mendon që Blake Moralesi do ta mbështesë. Ndërthuret historia e Lukasit me historinë e tjëmës së tij, me historinë e emigrimeve të meksikanëve në Teksas, me jetën e vështirë, dhe mendoj që ndoshta nuk është një libër eksaktësisht vere, por është një libër që të bën të vlerësosh jetën që ke, të bën të shohësh me sy të ndryshe fëmijërinë që ke kaluar, sidomos nënat dhe baballarët e djemve të shikojnë, domethënë sa e rëndësishme është që tu jenë pranë atyre fëmijëve. Histori frymëzuese, edhe pse nuk është histori vere dhe ai libri i plazhit, por që vlen të lexohet. Në fakt përmendet pak më lart Elvira Dones, që është një shkrimtare shqiptare, por që shkruan në italisht, dhe për të ndalur pak tek shkrimtarët shqiptar, të cilët lexohen, janë të preferuar dhe pikërisht për këtë periudhë, për këtë sezon vere. Shkrimtarët shqiptar mendoj që nuk kanë sezone, domethënë përgjithsisht nuk shkruajnë, dhe kjo është gjë e mirë. Domethënë, ata shkruajnë atë që ndjejnë, atë histori që duan të rrëfejnë, dhe ende nuk janë infektuar nga këto trendet botërore që të verës apo të dimrit, dhe unë do sugjeroja 2 tituj nga autorët shqiptar që kemi botuar ne vitin e fundit. Është Parajsa Artificiale e Ben Blushit, është dhe shumë aktuale me këto ngjarjet që po ndodhin tashmë midis Iranit dhe Izraelit, dhe ai përshkruan një gjë të ngjashme dhe rrëfen në librin e tij që diçka, domethënë një luftë nga Irani do ishte shumë e bukur, thoshte, në thonjza, për të plotësuar dëshirën, Simon Shooteri, për të plotësuar dëshirën në të dashurës së tij të re, 27 vjet më të re, e cila kishte baban në oficer, dhe meqense ai gjatë kohës së komunizmit nuk kishte luftuar asnjëherë, duhej të shpikej një luftë për të plotësuar këtë dëshirë. Blushi ka një stil shumë therrës, ka një stil shumë një sarkazëm që shkon deri në grotesk. Dhe ndonjëherë nuk di ku mbaron, domethënë, shakaja dhe ku fillon serioziteti. Kështu që mendoj që është një libër vërtet shumë i bukur dhe shumë zbavitës, por edhe që të bën të reflektosh. Një titull tjetër që do të përmendja është nga Tom Kuka, Enkeldemi. I rënë nga qielli është libri më i fundit, por edhe Ora e Lig mund të sugjerohet si një libër ndoshta vere, sepse ka një histori dashurie shumë bukur. Por I rënë nga qielli mendoj që është nga librat më të mirë të vitit kaluar, edhe u shpall dhe fitues në panairin e librit të 2024-s, dhe historia gërshetohet ndërmjet 2 luftrave, luftës së dytë botërore dhe 97-s, një luftë civile do ta quaja ndoshta, dhe është një grup amerikanësh bri në 97-ën në Shqipëri për të kërkuar eshtrat e vëllait të rënë aviator nga një avion gjatë luftës së dytë botërore, një avion amerikan i rënë gjatë luftës së dytë botërore në zonën e Beratit. Dhe imagjino Shqipërinë e 97-s, një kaos i plot ku nuk kuptohej se ku fillonte pushteti, ku mbaronte zona e secilit, kapobandave, bandat që ishin që nga Tirana e tutje, dhe në këtë kontekst kaq të
të tmerrshëm lëviz ky grup amerikanësh i shoqëruar nga një shqiptar për të gjetur këto heshtra. Kuptohet, është histori e vërtet, është bazuar në një rrëfim të një personi që në atë kohë punonte në ambasadën amerikane dhe ai është ai që na ka rrëfyer historinë. Autorit, unë edhe kam qenë dhe unë e pranishme dhe kam dëgjuar domethënë rrëfimin e historisë, por ajo që do të veçoja është pikërisht grotesku edhe tmerri i 97-ës, unë e kam përjetuar, kam qenë studente dhe e kam përjetuar vërtet, domethënë më ka lënë një traumë dhe kur e shikoj domethënë të përshkruar në një roman, më vjen mirë që ajo periudhë nuk është harruar. Pavarësisht se Kelly ka bërë diçka, domethënë i ka dhënë fytyrën e vërtet këtyre personazheve. Domethënë ata nuk janë as të shkolluar, janë arrogantë, nuk din të përdorin armët, por bëjnë çfarë të duan. Dhe ndërta spikat një prej tyre, i cili gjen shëlbimin, gjen themi nëpërmjet dashurisë gjen atë qetësinë e vet. Domethënë është një libër kaq kompleks, por besoj që dhe me shumë humor të zi. Dhe që duhet lexuar patjetër këtë verë. Zonja Aida, faleminderit shumë që ishe me mua në studio. Është gjithmonë kënaqësi të flasësh për librat, për letërsinë, kështu që shpresoj shumë të kemi dhënë një mesazh shumë të bukur edhe për teleshikuesit. Faleminderit dhe juve, kënaqësi.